Mirëmbrëma shikues të nderuar. Sonte do të flasim për komunën e Studeniqanit, komunën të cilën popullata shkon me një rritje të hofshme, por mesanxhan zhvillimi me hapa shumë të ngadalshëm. Për të pare për dëgjuar se çfarë është bërë në komunën e Studeniqanit, çfarë nuk është bë, edhe me që jemi në fazë të fushatës zyrtare për zgjedhjet lokale, që është më e rëndësishmja për banorët e komunës së Studeniqanit, për dëgjuar se çfarë do të bëhet në 4 vitet e ardhshme, sonte ne kemi të ftuar 3 kandidatët që garojnë për qenë kryetar komune në Studeniqan. Po e fillojmë me kandidatin e Aleancës Kombëtare për Integrim, zotje Jupa Bazi, për prezantimin e të cilit redaksia e televizionit Shenja ka përgatitur një kronik, të cilën ju ftoj ta ndjekim bashkërisht. Jupa Bazi, kandidati i AKI-s për Studeniqanin, këmbëngull që të udhëheq këtë komunë. Në zgjedhjet lokale të 2021, Jupa Bazi ishte në garë kundër kandidatit të PD-s-s Azem Sadiku dhe nuk e fitoi komunën për 59 vota. Përmirësimi i infrastrukturës, zgjedhja e furnizimit me ujë për të gjitha vendbanimet, përqendrim që të zgjidhet problemi i mungesës së ujësjellësit ku ai mungon. Standard më i mirë për jetesë që përfshin pastërti publike, kanalizime, menaxhim të mbeturinave, deponi të menaxhuara sipas standardeve. Janë pjesë e programit të tij. Fokus do të ketë edhe në edukim, arsim cilësor, përmirësim infrastrukturore shkollore dhe pajisje për nxënësit. Programi i tij duket i mirë strukturuar dhe përqendruar në probleme reale lokale për Studeniqanin: ujë, rrugë, arsim, pastërti. Por sfida do të jetë konkretizimi dhe financimi i projekteve, gjithashtu kompetenca e qeverisjes lokale për të sjellë ndryshimin. Mirëmbrëma, zotja Bazi, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeti. Po e filloj me një pyetje të drejtë për drejtë, zotja Bazi, këtë intervistë, që ju tashmë keni vendosur dhe jeni në garë për të qenë kandidat, për të qenë kryetar komune për 4 vitet e ardhshme. Çfarë ju shtyun këtë garë? Në realitet, ju keni nevojë më shumë për pozitën e kryetarit të komunës, apo vlerësoni që komuna e Studeniqanit ka nevojë për një kryetar të profilit tuaj? Në këtë drejtim, çfarë ju ka shtyr në garë, bindja për ndryshim, apo këtë qeverisja aktuale në Studeniqan? Në këtë drejtim mund të theksojmë se është edhe njëra edhe tjetra, edhe bindja për ndryshim, mirëpo gjithashtu është e rëndësishme edhe kërkesa e popullatës, edhe njerëzive tjerë në përgjithësi në komunën e Studeniqanit, të cilët mendojnë se menaxhimi i aktual i komunës nuk është në rregull dhe patjetër se të ketë ndryshim. Unë kandidaturën time për së dyti e bazoj në matje, në sondazhe në terren, në klimën që është krijuar tek popullata në komunën e Studeniqanit, të cilët haptazi paraqesin apo e shprehin atë revoltën e tyre ndaj keq menaxhimit të tanishëm, apo menaxhim i cili njerëzit i llogarit vetëm si votues, për shkak se vetëm kur vin momenti i votimit apo momenti i zgjedhjeve, diçka lëvizën në Studeniqan apo diçka punohet në komunën e Studeniqanit. Prandaj këto do të ishin disa arsye të cilat më kanë motivuar dhe kam vendosur që të rikandidoj përsëri. Ju si banori komunës së Studeniqanit, por edhe tani keni pasur raste të shumta si kandidat, pra keni qenë në lëvizje në terren të vazhdueshëm. Si e vlerësoni gjendjen aktuale të komunës së Studeniqanit dhe çfarë në realitet është problemi që kërkon zgjidhje më emergjente? Cili është problemi më i madh në komunën e Studeniqanit aktualisht? Po, të gjithë e dinë se në komunën e Studeniqanit për fat të keq flitet edhe, domethënë, ditëve të fundit apo gjatë kësaj fushate, ne për fat të keq në këtë shekull, në vitin 2025 ne ende flasim për ujin e pishëm në Studeniqan. Tani udhëheqësia aktuale mundohet, domethënë, këtë ta arsyetojë se ujin apo ujësillësin e menaxhon në Studeniqan, Moran dhe në Batinj, ujësillësi dhe kanalizimi, ndërmarrja ujësillësit dhe kanalizimi i qytetit të Shkupit, mirëpo ky arsyetim
është para 8 viteve, i njëjti arsjetim është para 4 viteve, i njëjti arsjetim, më thonë, edhe në këto zgjedhje. Prandaj, ne nuk mund të shkojmë deri në pafundësi dhe të arsjetohemi se dikush tjetër e ka fajin. Ne është momenti dhe koha që gishtin ne ta drejtojmë nga vetvete dhe të shohim se çka është problemi, pasi që qytetarëve nuk ju intereson se ku është problemi. Qytetarët duan që në mëngjes, duan zgjidhje në mëngjes kur ta çelin çezmën, kur ta hapin çezmën, ato të kenë ujë. Ata nuk i din se kush në cilat kompetenca është ujësjellsi dhe kanalizimi, por ata duan zgjidhje. Andaj, unë sa kam has edhe gjatë, domethënë, kalimit në terren në për vendbanimet të komunës së Studeniçanit, problem kryesor ende është uji i pishëm. Duke filluar këtu prej Koliçanit të poshtëm, disa mahalla në Batinc, këtu e kemi Dreshnicën, Qyprianin si mahalla, tani na paraqitet edhe dikun tjetër. Edhe fshatrat malore, gjithashtu kemi detektuar se kanë probleme. Malor, po në Studeniçani është një vendbanim i madh, si fshat, numëron dikundi mbi 8.000 banor. Pjesa e epërme e Studeniçanit, domethënë parafrasisht dikundi 3.500 banor apo 4.000 banor kanë problemin me ujë të pishëm, që njëri prej atyre jam edhe unë sepse jetoj aty. Andaj nuk e flas këtë se dikush ma ka thënë, po jam direkt i prekur nga mungesa e ujit të pishëm. Me që po konstatojmë gjendje jo adekuate, gjendje jo normale pra në komunën e Studeniçanit, kush mendoni se kush është fajtori kryesor për këtë gjendje aktuale në Studeniçan? Mbi kë bie përgjegjësia kryesore? Përgjegjësia bie mbi pushtetin lokal, sidomos mbi këtë udhëheqësi e cila është një kohë të gjatë, se mund dikush të arsyetohet nëse e ka një mandat 4 vjeçar, por nuk mund të arsyetohet dhe nuk mund të gjejë arsyetim një udhëheqësi e cila është mbi 12 vite apo 12 vite më saktë. Prandaj unë mendoj se problemi kryesor dhe përgjegjësia bie direkt mbi pushtetin lokal, mbi udhëheqësinë e tanishme. Çfarë plane konkrete, cilat mendoni që janë prioritetet tuaja dhe që i keni vendosur në plan programin tuaj të qeverisjes 2025-2029? Çka keni prioritet për komunën e Studeniçanit ju? Prioritetet bazohen në problematikat, prandaj në nevojat. Ne fillojmë pre aty ku më së shumti ankohen qytetarët. Atë që e përmendem se, domethënë, ka mungesë të ujit të pishëm, edhe zgjidhja do të filloj apo prioritet në programën time është zgjidhja e problematikës me ujin e pishëm. Duke filluar këto prej vendbanimit Studeniçan, do të thotë në fshatin Studeniçan, që ta zgjidhim një herë e përgjithmonë dhe unë zotohem në këtë vend, pasi që publikisht dhe incizohet biseda e jonë, zotohem që nëse nuk e zgjidh problemin me ujin e pishëm në fshatin Studeniçan, unë nuk do dalë përsëri të kërkoj votën dhe të kërkoj besimin tek qytetarët. Prandaj jam shumë i sigurt se këtë problematik do ta zgjidh. Pastaj do të vazhdojmë me projektin i cili është në vijim me sipër, pra projektin e ujësjellësit prej borimeve të Sallakovës, që do të furnizohen shumë fshatra aty, po një ndër fshatrat që do të furnizohet është edhe Koliçani i poshtëm, pasi që është edhe vendbanim i madh. Kjo është prioriteti numër 1, domethënë çështja e ujit të pishëm. Madje në afat kohë keni parapar pra për një mandatin e parë, çysh mandatin e parë më rregullu kjo çështje. Që në mandatin e parë pra të rregullohet kjo çështje. Pastaj arsimi për fat të keq, cilësia e arsimit në komunën e Studeniçanit pothuajse është në nivelin 0. Tani nuk dua të më keq kuptojnë arsimtarët, por ne në përgjithësi e shohim se nëpër shkolla ka një rënje të cilësisë së arsimit për shkak se nuk menaxhohen si duhet shkollat. Nxënësit kanë mungesë të mjeteve, nxënësit kanë mungesë të kushteve për mbajtjen e mësimit,
por gjithashtu komuna në mënyrë direkte preket apo në mënyrë direkte ka ndikim në përshkolla. Kur jemi të arsimi, Zoti Abazi, a keni në një plan konkret përsa i përket ndërtimit të qerdheve, sepse kemi hasur që në komunën e Studeniçanit akoma nuk ka qerdhe. Akoma nuk ka, edhe pse është premtuar, nuk është ndërtuar qerdhe. Ne kemi në programën tonë, pasi që është nevoje me një hershme për banorët e komunës e Studeniçanit, në veçanti këto vendbanimet e mëdha që i ceki, Morana, Studeniçani dhe Batinca, Morana dhe Studeniçani gati si janë afruar si vendbanime dhe këtu unë mendoj se me ndërtimin e një qerdhe do të mbulohen nevojat edhe njërit edhe vendbanimit tjetër. Kurse gjithashtu ka nevojë edhe në Batinc që të ndërtohet edhe një qerdhe, prandaj ne premtojmë ndërtimin e qerdheve në Studeniçan edhe në Batinc. Ju tashmë jeni konsideruar në opozit në pushtetin lokal. Nga jo edhe si banor, edhe si aktivisht të kyçur në politikë, sa vlerësoni transparencë komunën e Studeniçanit sot? A është transparente komuna? Komuna e Studeniçanit në aspektin e transparencës mendoj se është në nivel shumë të dobët, pasi që unë dje më rastisi që të hyj në webfaqen e komunës e Studeniçanit, aty pas e llogaria përfundimtare ishte e fundit e vitit 2022. Këto janë dokumente shumë të rëndësishme. 2022-2023 në fakt. 2022, po. Këto janë dokumente shumë të rëndësishme të cilet komuna duhet në mënyrë të vazhdueshme pra ti bëjë update, ti përditësoj dhe t'ua tregoj qytetarëve se ku harxhohen parat e tyre. Unë për mandatin e ardhshëm planifikoj që të formojmë apo të krijojmë një aplikacion dhe të ketë një platformë digjitale ku çdo harxhim i kryetarit dhe administratës në çdo harxhim qytetarët të evidentojnë dhe qytetarët të kenë qasje dhe të shohin se ku harxhohen parat e tyre. Zoti Abazi, kemi një ndër në mesin e shumë problematikave në komunën e Studeniçanit, kemi hasur edhe mungesën e transportit publik. Pra, nxënësit e shkollave fillore duhet shkojnë shkollë edhe pse kanë larg shtëpive të tyre, ose duke ecën këmbë, ose të shoqëruar nga prindërit e tyre me vetura private. Çfarë plani konkret keni për sigurimin e një transporti publik mirëfill që do të plotësoj nevojat e banorëve të Studeniçanit? Gjithashtu është e nevojshme, sidomos në Studeniçan, në vendbanimin e Studeniçanit, edhe në Moran, edhe në Batinc, pasi që njerëzit apo popullata janë shpërngulur prej pjesës e epërme në pjesën e poshtme. Kështu që shkolla e jonë ka ngel në pjesën më të largët, apo në pikën më të lartë të fshatit, dhe kështu që ata të cilët janë shpërngulur në pjesën e poshtme, u bie shumë larg, apo dikundi është larguar edhe 3 kilometra, disa shtëpi janë larguar nga shkolla fillore. Kështu që nxënësit apo fëmijët të klasës e parë, paramendoni, më thonë 6 vjeçar që duhet të udhëtoj 3 kilometra me çantë në dorë në këto kushte të rënda kur është borë dhe shi, besoni që unë çdo ditë kaloj nga ajo rrugë dhe më vjen gjuna kur i shoh fëmijët ashtu se si shkojnë në shkollë dhe kthehen prej shkollës. Andaj unë pikë së pari do të filloj që si projekt të organizoj transportin për nxënësit, për fëmijët, kuptohet këtu në bashkëpunim edhe me prindit, do gjejmë një zgjidhje që ata të kenë të siguruar transportin publik. Unë këtu dua ta bëj edhe një premtim para qytetarëve që unë nuk do ta përdor makinën zyrtare të komunës dhe të kaloj nga ajo rrugë përderisa nuk siguroj për fëmijët e Studeniçanit, nuk siguroj transport publik, e kryetari i komunës
të hecë me makinë zyrtare edhe të ketë komoditet. Unë nuk do ta përdor. Me çka do të shkonin punë, zoti Abazi? Do të shkoj me makinën time private, ose nga njëherë edhe në kam, pasi që jam mësuar edhe në kam të ecë. Nëse do ta keni fatin të jeni kryetar komune, do ta verifikojmë nëse makina juaj private është më luksoze se sa ajo e komunës, që mos dalet që po e refuzoni veturën e komunës që ndoshta është më e dobët se sa vetura juaj private. Jo, nuk është më luksoze makina ime. Kështu, zoti Abazi, në këtë drejtim, çka mendoni me pak fjalë, pse qytetarët e komunës së Studeniçanit duhet ju votojnë juve dhe jo kundër kandidatët tuaj? Cilat janë ato përparësitë që ju veçojnë dhe ju dallojnë nga kundër kandidatët tuaj që jeni ngarë? Unë mendoj se qytetarët e komunës së Studeniçanit duhet të më votojnë mua, pasi që unë do të punoj 3 vjet e 11 muaj, kurse 1 muaj do të pushoj. Do të pushoj kur do vijë koha e zgjedhjeve. Kurse kandidati... Se mendoni që do të flasin veprat për juve? Po, kurse kundër kandidati im, apo ai që menaxhon tani me komunën, ai 3 vjet e 11 muaj nuk ka punuar, por tani në kohë të zgjedhjeve, gati se nuk i dalin ditët për të punuar. Çka mendoni, jemi krejt në fund, zoti Abazi, çka mendoni se ju me që jeni banor në komunën e Studeniçanit dhe ne kemi përmendur dhe përmendi vazhdimisht realiteti faktik që zoti Azem Sadiku kandidon për mandatin e 5. Por a ka ndryshuar në të vërtetë Studeniçani që ka qenë para 16 viteve dhe Studeniçani sot? Nga prizmi juaj si qytetari asaj komune. Nëse mendoni, do më thonë, se ndryshime kemi pat edhe ne, edhe privatisht, kemi ndryshuar, edhe ne si njerëz kemi ndryshuar, se 16 vite nuk është pak, nuk janë pak, 16 vite diçka ka ndryshuar, por ne flasim për gjëra elementare, dhe pasi që të njëjtat të cilet i kemi biseduar para 16 viteve dhe të njëjtat i kemi edhe sot, pikërisht për këtë problem... Me që jeni në garë, 2 kandidatë që mbështeteni nga parti dhe subjekte politike dhe përballë keni një kandidat të pavarur. A keni ndonjë marrëveshje me kundër kandidatin tuaj nga koalicioni Vlen, se cili do për jush nëse do të kaloj në raundin e 2 së bashku me kandidatën e pavarur të ofroni mbështetje për njëri tjetrin? Jo, nuk kemi ndonjë marrëveshje, ne garojmë çdo kush, më thonë, në sferën e vet, çdo kush garon brenda koalicionit dhe nuk e dim se çka do të ndodh, si do të ndodh, po presim të shohim pas 19 tetorit. Mirë, zoti Abazi, ne ju falenderojmë për prezencën tuaj këtu, ndërkaq ju urojmë sukses në garë. Faleminderit, gjithashtu edhe unë ju falenderoj për ftesën dhe mundësinë që na dhat që nëpërmjet mediumit tuaj t'ju drejtohemi edhe qytetarëve. Kënaqësia ishte jona, ndërkaq ju shikues të nderuar, vazhdoni të ndiqni programin përderisa ne do të vazhdojmë me intervistën e radhës me kandidatin për kryetar komune në Studeniçan, pra kandidatin e pavarur zoti Azem Sadiku. Por për dëgjuar më shumë për profilin e zotit Sadiku, ju ftoj që të ndjekim bashkërisht kronikën e përgatitur nga televizioni Shenja. Azem Sadiku, 16 vite të jetës i ka kaluar si kryetari Studeniçanit në siglën e Partisë Demokratike Shqiptare. Për herë të parë është zgjedhur në zgjedhjet lokale të vitit 2000. Pas një pauze disa vjeçare, gjatë së cilës ka ushtruar funksione të tjera, ai u rikthye në Studeniçan dhe fitoi në zgjedhjet e vitit 2013. Në këto zgjedhje ai kërkon një mandat të 5, por jo në siglën e PD-s, por si kandidat i pavarur. Azem Sadiku është ekonomist i diplomuar me një master të marrë në Universitetin e Tiranës. Fillimisht antar i Partisë Demokratike Shqiptare, më vonë kaloi në ASH për shkak të pakënaqësisë me lidershipin e PD-s, Menduh Thaçi. Pas disa peripecish, vendosi të kandidojë si kandidat i pavarur për mandatin e 5. Sadiku ka theksuar rëndësinë e vazhdimit të projekteve infrastrukturore në të gjitha vendbanimet e komunës, tërheqjes së investitorëve, zhvillimit të industrisë së lehtë dhe promovimit të turizmit malor si një potencial të pazbuluar të rajonit.
Jemi rikthyer në studio të nderuar shikues, ashtu siç ju paralajmëruam dhe nga prezantimi që dëgjua tashmë e kuptoni dhe keni qartë në studio bashkë me ne është kryetari aktual dhe kandidati për mandatin e ardhshëm në komunën e Studeniçanit, zoti Azem Sadiku. Mirë se erdhët zoti Sadiku. Kënaqësi ju kemi në studio. Mirë se u gjejmë, faleminderit për ftesën dhe mundësinë. Kështu zoti Sadiku, po e filloj me një pyetje të përgjithshme dhe krejtësisht të natyrshme, është e drejtë për drejtë, prandaj edhe kërkojmë edhe përgjigjen të tillë. A nuk ju mjaftuan zoti Sadiku 4 mandate për ta përmbushur misionin tuaj dhe për ta rregulluar Studeniçanin? Pse mendoni dhe pse keni vlerësuar se edhe mandati i 5 ju duhet? Kështu, misioni dhe qëllimi im prej fillimit sa jam duke u marrë dhe sa jam kryet komunës Studeniçanit, ka qenë në vazhdimsi të bëjmë punë, të bëjmë projekte, të lehtësojmë jetën e qytetarëve. Para 4 vjetëve ju premtova qytetarëve se do të bëj çmos që komuna e Studeniçanit të jetë një ndër komunat më të suksesshme, domethënë për punë pandalshme, për realizim të projekteve dhe kjo është realitet që shifet. Kurse tani kam pas dilema për këtë mandat, a të kandidohem apo jo dhe Kush ju bindi zoti? Për nga natyra me ekipin tim që gjithmonë ka qenë krah meje, përveç asaj që unë nuk e mohoj, kam qenë antar dhe themelues i Partisë Demokratike Shqiptare, deri para 4 vjetëve, kur edhe zgjedhjet e fundit i kom fitu si kandidat i PD-s-un. Mirë po, kemi pas disa ngatresa, po nuk du dalë të ajo temë, dhe me thonë, tash kohën e fundit disa sondazhe që kemi bo bashkë me bashkëpunëtorët e mi, ka qenë kërkesa e qytetarëve që unë përsëri të kandidoj, pasi që përkraja në të gjitha vendbanimet e komunës së Studeniçanit është shumë e madhe dhe unë nuk du t'i lëmë baltë. Fillimisht njerëzit që janë krah i gjathë imi dhe gjithmonë kanë qenë shpina e fortë imi dhe për atë arsye jam i gatshëm që kësaj radhe si kandidat i pavarur dalë dhe ta kërkoj me ftyrën çel për krajen edhe njëherë të komunës së Studeniçanit. Natyrshëm, ju përmendëm edhe njerë 4 mandate nga 4 vite, 16 vite qeverisin komunën e Studeniçanit. Çka mund të veçoni 3 prej projekteve më madhore cilat ju bëjnë krenar juve për këtë periudhë sa keni qeverisur? Pra, cila është karta e identitetit tuaj si kryetar komunën e Studeniçanit? Me çka krenoheni ju zoti Sadiku? Me 3 projekte konkrete. Krenohem me gjitha projektet, pasi që çdo projekt që kemi realizuar dukshëm e përmirëson jetën e qytetarëve. Tash me siguri se janë projektet infrastrukturës. Unë Studeniçanin e kam gjetë një fshat dhe gjitha vendbanimet e komunës Studeniçanit të lënën harresën e kohës dhe përpara dhe sistemi, po edhe njerëzit që kanë udhëhequr me këtë komunë, ka qenë shumë e lënën pas dore. Me ardhjen time, unë do të përmendi projektin e parë, mandatin tim parë, 2005, unë kom realizu një projekt për kanalizimin fekal në Studeniçan. Të nivelin e vendit, sepse akoma ka probleme me kanalizimin apo në zonat caktuara? Probleme nuk ka, probleme në vazhdimsi ne jemi duke investu si komunë. Ajo është projekti parë. Okej, çështja e kanalizimit. Kemi ndërtu kanalizimin Studeniçan, shumë komuna sot e këtë ditë kanë problem, vendbanime që janë me shumë me mija banorë. Tani po e shoh që afër jush e keni edhe programin 2025-2029. A keni aty në program para parë diçka për kanalizimin? Patjetër. Pra i bie që nuk është përfunduar tërësisht procesi i kanalizimit. Studeniçani, edhe si vendbanim, po edhe si komunë, për çdo vit zgjerohen vendbanimet tona. Studeniçani e dini se sot i ka 8.000 banor vetëm si vendbanim. Si kjo është fat edhe lajm i mirë. 22.000 banor. Ne jemi komuna të ralla për shqiptarëve që kemi rritje prej regjistrimit fundit. Dhe unë që e përmendet kaq mandate, unë për çdo 4 vjet kam dalë me raport. Çdo mandat imi e ka një libër kështu. Po. Që aty shënohen me emra, me mbiemra, me fotografi, gjitha projektet e realizuara. Projekt tjetër që më vetët është
Se një thatë infrastruktura, 2 kanalizimi dhe projekti 3 me cilin ju krenoheni? Janë investimin e shkollat fillore. Fshatin Lubosh kemi ndërtu komplet shkollë 3. Kemi ndërtu sala sportive në Studeniçan në Maran. Edhe gjithashtu përsërim në planin tim për mandatin e ardhshëm, kemi shumë projekte, shumë plane që i premtojmë dhe me Zotin përpara inshallah do t'i realizojmë një nga një. Si është raporti juaj me pushtetin qendror? A keni pasur përkrahje, flas për pushtetin aktual, keni pasur përkrahje apo pengesa? Unë zakonisht që ashtu më ka ra hise që t'jem si komun opozitare, ka shi pushtetit, kam kalu shumë qeveri, shumë pushtete, kam pas bashkëpunim. Unë asnjëherë nuk kam bë inat që për çështjet inateve politike mos kem bashkëpunim. Gjithmonë jam përgatitur si komunë, si kryetar komune me projektet gatshme dhe ku ka pas hapësinë, mundësi që komuna të aplikon. Dhe ne kemi qenë ndër komunat e para që aty ku ka pas mundësi që të aplikojnë për mjetet e materiale për të fituar, për t'i realizu projektet kështu. Pengesa nuk du të thomë që s'ka pas asnjëherë. Mirë po, I keni t'i kaluar. Me një përvojt që kam gjatë, kemi ardhur mirë kuptim dhe disa herë, ndoshta disa projekte mi kanë vonu, por kur është qëllimi i pastër dhe i drejtë, cilen rrugë dhe realizohen gjitha punët. Si qëndron çështja me ujin në Studeniçan? A ka ujë të pishëm në gjitha fshatrat e Studeniçanit? Kështu, uji në fshatrat më të mëdha të Studeniçanit, Studeniçan, Batinj, Maran, ne jemi të lidhur me rrjetin e qytetit Shkupit. Ndërmarrja. Që menaxhon dhe udhëheq ndërmarrja komunale, ujësjellsi dhe kanalizimi. Ujësjellsi dhe kanalizimi, asnjë investim në asnjë vendbanim shqiptar nuk ka bërë si ndërmarrje komunale. Gjitha investime, duke përfshi edhe rrjet të ri, po edhe shumë punë që tjera, ne i realizojmë si komunë dhe përsëri në fund t'ja u dorëzojmë atyre në menaxhim. Tash ka disa probleme në Studeniçan dhe në fshatin Batinj, gjatë stinës verës, kur është temperaturat e larta dhe harzimi i tepërt i ujit, paraqiten pengesa. Mirë po, nuk është faji jonë, po është faji se komplet rrjetin e ri e kemi investuar në Studeniçan, vetëm kyçet individuale që duhet t'i bën ndërmarrja komunale ujësjellsi, na kanë zhagit me vite të tëra. Mirë po, besoj që me ikjen e kësaj zonjës parë qytetin e Shkupit dhe me ardhen e një udhëheqësie të mirë dhe me këtë drejtori besoj që shumë shpejt do t'i zgjidhim këto. Nuk janë probleme të mëdha që janë probleme që zgjidhen, po ndoshta ka pak gishtë edhe politika që neve na kanë bërë pak obstruksione. Sa i përket vendbanimeve të malësisë, gjitha vendbanimet e malësisë kanë ujë të pishëm, po vetëm ma problematik është fshati Koliçani poshtë dhe ne s'kemi ndejt duar kryq. Unë para 4 vjetëve kam fillu një projekt gjigant është për ujësjellsin e Sallakovës dhe ajo është një projekt që kushton mbi 2 milion euro. Më thonë, ne deri tash kemi investu 30 milion denar, për 500.000 euro investim, dhe është bë burimi i ujit dhe gypi kryesor në gjatësi prej 5 kilometra. Tani me këto mjetët që i kemi marrë nga qeveria, e kemi bë kontratën që edhe 8 kilometra ky projekt vazhdon, do të na jesin edhe 8 kilometër shi i fundit, që edhe për ato unë i kam siguru mjetët dhe besoj që gjatë këtij mandati edhe ky projekt do të kryhet. Me këtë projekt parashofim që bëjmë zgjidhje edhe për fshatin Dracevic dhe një pjesë të fshatit Batinj, Dreshnis, ku aty kemi, domethënë, për ato shtëpia që janë mbi nivelin e rezervarit të ujit. Këta duhet t'i kyçim në ujësjellsin që do ta udhëheq ndërmarrja komunale e Studeniçanit. Pra i bie që brenda këtij mandati asnjë vendbanim i Studeniçanit nuk do të ketë probleme më me ujin. Pra jepni zotim që në mandatin e 5 ma është çështje që do të përfundojnë tërësisht. Shive, tash është fushat dhe kundër kandidatët e mi
pikën kryesore kanë, Azemi se ka zgjedhur problemin e ujit. Ama është çështje e rëndësishme. Është e rëndësishme, edhe unë e them që është e rëndësishme. Mirë po, për kundër asaj, ne i kemi bo pregaditjet, i kemi siguru edhe mjetet, janë bo edhe kontratat, tash është vetëm çështje kohe, tash varet se si do të jetë moti gjatë këtyre muajve të dimrit, brenda mandatit, po unë besoj se brenda gjysmës mandatit, ky problem do të mbyllet për komunën. Si përgjigjeni kritikëve zotit Sadiku, të cilët thonë që ka kritikat vazhdueshme në komunën e Studeniçanit, që zoti Sadiku në aspektin infrastrukturor investon vetëm në zona elektorale apo ku banojnë lagje, zona fshatra ku ka pesh elektorale që janë në favor të tij. Tash ato kanë drejt flasin, unë thash për çdo mandat që kam dalë, unë kam nga një libër tillë ku me emën, me mbiemën shkruan edhe projektet me fotografi dhe Pa desha të thënë se vendbanim çështjet janë punë që kryen në teren, jo vetëm çështjet që qëndrojnë libër, zoti. Jo, teren flas. Po. Vendbanim të komunës Studeniçanit nuk ka që ne si kemi lënë gjurmët tona, duke fillu infrastrukturë, projekte shumë mëdha. Ne tash dini se jemi duke bë asfaltimin e rrugës prej fshatit Ujkuq deri në lak, ku lidhet rruga për fshatin Paligrat. 6 kilometra e gjysmë rrugë asfaltimi rrugës re. Ne tash Mbatinc, me urë 3-16 metra. Para asaj, veç e kom shumë përdorim për fshatin Svetov, njësoj urë 16 metra e gjanë mi lumin e Marku, po kjo vepra që shifën. Po krijoni ura bashkëpunimi, zoti Sadiku. Po patjetër, unë lidhi këtë vendbanimet tona. Projekti që është shumë i rëndësishëm për neve, që ato më kritikojnë, thonë ka qenë ide një ish kryetarit që ka qenë në Studeniçan, do të lidhim komunën Studeniçanit. Edhe nëse ka qenë ide të mira, nëse jetësohen e materializohen, nuk ka gjë të keqe. Po në këtë drejtim. Petrovaci do të lidhet me autostradën Miqësia. Ata, kur kanë dalë para qytetarve, vitin 2013, në Studeniçan, Batinc, Maran, gjitha vendbanimet, ka qenë Balta dhe Ringu. Ti t'ju thush qytetarve se do të bëj urë mbi lumin Vardar, normal që nuk do të besojnë qytetarët se ti fillimisht qendrën e Studeniçanit e ki pas mbalt e plur. E dini si do ti mbaj në mend qytetarët e komunës Studeniçanit? Ata e formuan një fabrik për prodhim bekatonkave, e mershin dheun nga kodra e Haxhi Selmanit dhe prodhonin bekatonka komunës Studeniçanit. Pluhën. Çdo projekt që e kam realizu, është projekt që Studeniçani e kemi transformu, Studeniçani nuk është fshat. Studeniçani është me rreth rrotullime, me parkingje, me trotuare, me ndriçim publik. Studeniçanin besoj se edhe në qytetin e Shkupit disa lagje nuk janë rrugët më të mira se të ne. Rrugën numër 5 që kemi ndërtu, me të gjitha nishanet e një rrugë moderne, kom shëndru fshatrat e Karshiakës, sigur me qenë fshatrat Zvicrës. Kjo është realitet që shifet dhe qytetarët i përjetojnë dhe i përzdotit i shkelin projektet tona dhe i gëzojnë. Këto nuk janë vetëm fotografi në liber, po janë gjitha projektet. Tani orë për ndryshe akuzohem edhe kështu, Azemi kur vjen fondi, di mujtë e fundit, jave nuk bëhen këto projekte me di mujtë e fundit, shive. Këtu ka projekte me njerë, javën e parë, në bas mandatit, ne kemi fillu salën fshatin Maran, salë sportive. Ne kemi fillu, e dini se Studeniçan, neve në kanë ngell vetëm rrugica ansore që janë nga 50 metra, nga 70 metra. Mësa arrojmë edhe çështjen e ujit, pa. Po. Vetëm që ato në kanë ngell. Ne, Studeniçan, Batinc, Maran, tash kom fillu një projekt gjigant që është udhe re për fshatin Maran. I kemi siguru mjetët, janë njës punët. Po ashtu, Zoti Sadiku, për punë cilët i keni bo juve se përmendet, ma dje dhe më shumë se sa kishim ndërmend ju, dëgjojmë sepse këtu jeni edhe si kandidat për mandatin e ardhshëm. Çka janë 3 prioritetet kryesore tuaja për mandatin që po synoni ta merrni?
Çfarë do të bëni, sepse ju përmendet që shumë punë janë bë, edhe çka ju ka ngel pa bë, edhe çka mendoni se do t'ju duhen edhe 4 vite për t'i realizuar. Prioritet dhe pikë fillim i mandatit tim është vazhdimi këtyre projekteve që i kam fillu. Deri në përfundim. Uji, Sallakovës, Ura Ndreshnic me 3.5 km dhe lidhja regionale, projektin fshatin Moran që do të lidhet me rrugën regionale dhe hapet rrugë e re hyrje për fshatin. Prioritet do të kem asfaltimin e rrugës për fshatin Pagarush, Vërtekiz dhe Gaber. Do të vazhdojmë masë në për gjitha fshatrat. Për Cërnivër kemi projektin renovimin komplet rrugës. Komuna jonë vetëm rrugë lokali i ka dikun 114 kilometra. Gjitha ato janë ingerencat komunës dhe kemi bërë çmos që gjithë kund të bëjmë nga ndonjë projekt. Do të investojmë në salla sportive. Kemi planin që në fshatin Batinc të ndërtojmë sallën e re të shkolla fillore. Kemi qendrën rekreative në Studeniçan, në Batinc, dhe në për gjitha fshatra do të bëjmë fusha sporti, që rinia të mirët me sport dhe të kemë kushte për rekrejim. E dini çfarë kënaqësi është në Studeniçan kur mbi 250 fëmijë ushtrojnë të klubi futbollit me kushte fenomenale. Do të vazhdojmë edhe në të ardhmen që ti mbi ndërtojmë këto dhe të investojmë edhe më shumë. Zoti Sadiku, me që jemi në minutat e fundit, kërkoj përgjigje më të shkurtëra për 4 vite mandat si kryetar komune në Studeniçan. Sa çerë dhe keni arritur t'i ndërtoni? Asnjë. I kemi projekte të A mund të konsiderohet ky si dështim i qeverisës tuaj për 4 mandate në Studeniçan? Jo dështim, pasi që unë e kam siguru projektin, vendin, leje ndërtimi me gjitha që kanë kërku. Ministria e Punës Politike Sociale, neve vazhdimisht, jo vetëm këtë mandat, po edhe para këtij mandati, neve na kanë refuzu. I kam shumë dëshmi. Me planin tash për vitin për mandatin e ardhshëm, kemi 2 projekte përseardhje. Njën në fshatin Batinc, njën në Studeniçan. Pra në mandatin e 5 premtoni ndërtimin e 2 qerrave, sepse në 4 edhe mandatet nëse na refuzojnë ministria, unë zotom që këto 2 qerrë do t'i ndërtoj edhe me buxhetin e komunës Studeniçan. Shumë mirë do të kishen nëse edhe ky zotim do t'i zhbë edhe në mandatin tuaj të fundit. Unë them se gjitha premtimet që i kam bërë i kam realizu, mirë po. Mbi 70-80% premtimeve i konsideronit përmbushura. Të realizuar. Mirë, zoti Sadiku, me pak fjalë, pse qytetarët e Studeniçanit duhet ju votojnë juve sërish dhe jo kundër kandidatët tuaj? Sepse asnjëri nga kundër kandidatët e mi, deri tash, sa na kanë mbet deri në fund ditën e zgjedhjeve. Edhe pak ditë, 11 ditë kemi hyrë në fushat. Dini ju se asnjëri nga kandidatët ende nuk e ka platformën dhe programin e publikuar. Mendon që u mungon programi kundër kandidatëve? Ashtu unë mendoj se ende deri sot unë nuk kam hasë që ato kanë ndonjë program. Ata duhet votojnë të Azem Sadiku, pasi që Azem Sadiku flasin veprat, punët, dhe Azem Sadiku e ka ndryshu komunën e Studeniçanit. Azem Sadiku zotohet se me besimin dhe përkrajnë e qytetarëve, mandatin e ardhshëm, komuna e Studeniçanit përveç që është shembull i punës së pandalshme, tani do të bëhet komuna më e zhvilluar në Republikën e Maqedonisë Veriut. Zoti Sadiku, faleminderit që ishit me ne. Faleminderit për mundësinë e suksese në garë. Ndërkaq ju shikues të nderuar, vazhdoni qëndroni me ne për të ndjekur në vazhdim intervistën e realizuar me kandidatin e mbështetur nga koalicioni Vlen Sedat Bislimi, për prezantimin e të cilit ju ftoj që ta ndjekim bashkërisht kronikën e përgatitur nga televizioni Shenja. Sedat Bislimi, kandidati i Vlenit për komunën e Studeniçanit, ka kryer fakultetin ekonomik. Ai ka përvojë profesionale disa vjeçare si vizori i brendshëm në agjencinë IPART. Ai e sheh këtë kandidim jo si privilegj personal, por si një detyrim për të sjellë ndryshim pozitiv për komunitetin e tij. Bislimi premton zhvillim të balancuar në çdo fshat dhe lagje, me infrastrukturë më të mirë, qeverisje e hapur dhe transparente, përmirësim konkret në shërbime, si ujësjellës, rrugë, qerdhe, shkolla, ura dhe ndriçim publik.
investime në arsim, pajisje digjitale, ndërtim shkollash të reja dhe objekte kulturore, si dhe salla sportive. Fokus edhe në qendrat sociale, informimi qytetarëve, ndihma për familjet, studentët, pensionistët, përkrahje për buqësinë, hapje njësisë rajonale të Ministrisë së Buqësisë, akses në subvencione, këshilla agronomike falas, përdorimi i programit IPART për zhvillimin ekonomik dhe turizëm malor. Jemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar edhe intervistën me kandidatin nga koalicioni Vlen, zoti Sedat Bislimi. Zoti Bislimi, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhje. Zoti Bislimi, po e fillojmë kështu, kur morëm dhe pam biografinë tuaj, nuk figuronte që paraprakisht keni qenë diku aktivisht në parti politike. Dhe tani një vendim i shpejtuar, një vendim që ju t'jeni kandidat për i mbështetur nga koalicioni Vlen për të garuar për kryetar komunën e Studeniçanit, nga buroi kjo bindje se kjo përgjedhje dhe kjo rrugtim është i duhur. Duke parë zhvillimet që ndodhin në komuna tjera, në tonë qytetit Shkupit, progresin në ato komuna dhe në anën tjetër ngecjen e punëve apo zhvillimit komunës ku i takon komunës Studeniçanit, vendosa që në këto zgjedhje, pasi që më bë oferta nga subjekti politik Vlen, edhe pse isha apolitik në këtë rast, vendosa që ta marr këtë vendim dhe në mënyrë të lehtë ta pranoj këtë kandidaturë dhe të kontriboj që në realitet të bëjmë ndryshime në komunën e Studeniçanit, për shkak se përmenda më herët punoj si revizor i brendshëm në partagjencionin, jam me 17 vite eksperiencë dhe normal ato rrugtimet që i kemi çdo ditë Studeniçan dhe Shkup, edhe duke i parë zhvillimet e komunave tjera dhe ngecjen e komunës tonë, këtë kontrast që e kam bë dhe që e kam pa, kjo më motivoi që të pranoj këtë ofertë që më bën nga ky subjekt politik dhe për momentin jemi në kandidaturë që nëse në të zgjedhje më jep mandati nga populli, përkushtojmë për punë dhe të bëjmë ndryshimet edhe në komunën tonë që t'ja kthejmë dinjitetin dhe të zhvillohemi sikur se janë komunat e qytetit Shkupit zhvilluara, jo sikur është komuna jonë me ngecje dhe mos zhvillim gjithandej. Zoti Bislimi, si vlerësoni, cili është dallimi kryesor apo esencial juve, se përmendet disa prej kritereve tjera, po çfarë ju dallon juve nga kundërkandidatët tuaj që i keni në garë? Pika e parë përmenda ishte se unë isha deri para se të pranoj kandidaturën, isha person apolitik, nuk kam qenë politik i kyçur më herët. Kam qenë vetëm si me profesion i revizor i brendshëm në partagjencionin, domethënë punën profesionale time 17 vjeçare kam ushtruar, ndërsa në politik u përcaktova momentin kur më bë kandidatura. Domethënë kjo është një proces ku duhet ta ecim përpara për shkak se këto aftësitë e menaxhimit i nevojitën komunës, domethënë komuna ka nevojë për një menaxher që do të bëjë ndryshimet. Në realitet edhe profesioni i revizionit e mundson këtë mënyrë për shkak se i jep vlerë çdo sfere. Në kohën moderne çdo institucion privat shtetëror, drejtori apo funksioneri ka krah të djathtë subjektin apo profesionin e revizionit, domethënë ka sektor të posaçëm ku në çdo kohë ata e këshillojnë dhe japin mendime për punën e atij institucioni. Domethënë në këtë rast do të jetë shumë më lehtë që në komunën time në mënyrën që do të menaxhoj si revizor i brendshëm, do të japim vlerë komunës përgjithësi që ti kemi edhe në vendin tonë ku jetojmë ndryshime të shumëpritura që vetëm deri tash i kemi ëndrruar, mirë po s'kemi mundur të realizojmë. Dakor, ju edhe tani më si banori i Studeniçanit që jetoni në Studeniçan, por tani edhe si kandidat për qenë kryetar komune, tani e keni rastet shumëta që ta vizitoni pra cep për cep komunën e Studeniçanit. Duke u nisur nga fakti pra që thashë jeni banor edhe kandidat, çka keni vlerësuar, si është gjendja e Studeniçanit sot? Studeniçani në përgjithësi, edhe pse është komuna e vendosur, në thonë, vendin e vendbanimin e fshatin e Studeniçanit, edhe pse është fshat e ka këtë privilegj të jetë kryesori, më thonë,
tjetër komune përqendruar në fshatin e Studeniçanit, përsëri Studeniçani ka ngecje. Flas në tërësi për komunën e Studeniçanit, pra jo Për shkak se i përmenda dhe më herët argumentet flasin për gjëra elementare që i mungon komunës tonë. Jo vetëm fshatit Studeniçan, Batince dhe Moran që ka me numër më të madh banor, po kemi edhe probleme të mëdha në vendet fshatrat malore të komunës tonë. Ato janë lënë pas dore dhe vetëm për shkak të kushteve të këqija në ato vendbanime, për shkak edhe të mos investimit komunës tonë atje, një numër i madh i atyre banorëve kanë filluar edhe të shpërngulen dhe kanë filluar edhe fshatrat të zbrazen. Edhe kjo është një problem shumë i madh se ata banor shpërngulen e lanë vendbanimin e tyre për shkak të këtyre kushteve dhe shpërngulen në fshatin Batinc, Studeniçan, Moran ose në qytet, edhe një pjesë e tyre në Mërgim. Kjo është një politikë shumë e gabuar, një strategji ku në këtë mënyrë nëse vazhdohet edhe shumica e fshatrave do të zbrazen. Mirëpo me situatën që e kemi tani, me zgjedhjet lokale, me programën tonë që e kemi, shpresojmë në ndryshim dhe në përkrahje të popullit që ta marrim mandatin dhe të fillojmë të investojmë në ato pjesë. Probleme tjera, zoti Bislimi, çka keni hasë në komunën e Studeniçanit, por pos që janë lënë anash pra fshatrat malore dhe çështja e shpopullimit të asaj zone, pra fshatrave malore. Çka ka tjera probleme konkrete që i brengosin banorët e Studeniçanit? Problemet konkrete mund t'i cekim në disa pika, ato fillojnë më kryesorët janë infrastruktura, arsimi, rinia dhe sporti, e kemi pjesën e pensionistëve që kemi një numër të madh të pensionistëve në komunën tonë. Kemi pastaj ekologjinë, shërbimet administrative, ekonominë dhe bujqësinë dhe transportin publik. Domethënë, ju mendoni që në gjitha këto sektorë që po i përmendni ka problem funksionimi? Në gjitha sektorët ka probleme funksionimi, mirë po plan programin tonë që e kemi, është zhvillimor dhe shpes dhënës, mund të cekim se në infrastrukturë kemi shumë probleme që janë të trashëguara prej udhëtësive lokale, siç është ujë i pishëm, infrastruktura rrugore, kanalizim. A ka ujë i pishëm për gjitha fshatrat në Studeniçan? Ujë i pishëm ka vetëm për disa vendbanime. Të zamë shembull pjesën e Studeniçanit, Moranës, Batinca një pjesë e Batincës edhe pse jemi viti 2025, shekullin 21, nuk ka ujë të pishëm. Pse zoti Bislimi mungon ujë Për i shkak se pishëm? nuk ka rrjet të ujësjellësit në ato pjesë. Pse nuk ka rrjet të ujësjellësit? Për shkak se nuk është investuar, më thënë, komuna Ku qëndron faji mos investimi? nga neglizhenca e qeverisës lokale, domethënë, nuk ka bë analizë, kërkon fonde, mjete edhe të investohet në atë pjesë atje për shkak se lënia pasdore e këtyre çështjeve jetike për banorët është shumë problem i madh, serioz. Dhe siç e përmenda më herët, për shkak këtyre problemeve pastaj kemi shpërngulje të popullatës. Çështjen e ujit të pishëm e kemi edhe në vendet malore, me tekst të veçantë, në Koliçanin e Poshtëm, Vërtekic, Pagarush, edhe vendbanime tjera që janë. Mirëpo kemi edhe një projekt tash që qeveria realizon me ujësjellësin që do të vinë nga liçenet e Sallakovës. Është një projekt shumë i madh kapital, që vetë se faza e parë është kry dhe mendojmë që në mandatin ton 4 veçar që do të na jep populli, ne do të përkushtojmë në maksimum në realitet edhe më përkane qeverisë që këto probleme një herë për gjithmonë të zgjidhem dhe banorët e këtyre vendeve të furnizojnë me ujë të pishëm. Pra ju po aludoni dhe po shpresoni që mbështetja qeveritare do t'ju ndihmojë që ta zgjidhni këtë problem të kamotshëm këtë komunë. Patjetër, vetëm se fonde janë dhënë për atë investim kapital. Pra ekziston. Mirë po duhet tash një lëvizje nga ana e komunës që t'i përshpejton këto proceset, që popullata sane sa më shpejt të materializohet ky projekt. Pastaj kemi edhe probleme në fshatin Studeniçan, ku në realitet pjesa e epërme e fshatit ka probleme ujin e pishëm, sikurse edhe Batinca. Kjo bëhet për shkak se në fshatin Studeniçan nuk janë bë investime në pjesën non-toksore, domethënë lidhja me gypat të ri të ujësjellësit, ende jemi me pjesën e vjetër të ujësjellësit, ku në realitet për të fituar vota, kryetari aktual para 4 viteve bëri shtrimin me asfaltim të 2 rrugëve kryesore në rrugës 1 dhe 2 në Studeniçan. Me kalimin e kohës, pasi këto gypat janë të vjetër, fillon të bëjnë probleme, për shkak se lëvizja ujit, pëlqitja e gypeve në këto
rrugë bën dëmtime në asfaltime, domethënë kjo është një investim i gabuar për shkak se nuk e kemi luksin ne si komunë Studeniçanit në çdo 4 vite të bëjmë riinvestim në asfaltim. Siç dihet, këto investime kapitale bëhen një periudhë për shumë më të gjatë, domethënë amortizimi i tyre nuk do të jetë më pak se 20 vite. Domethënë kjo është një dëm i madh që i bëhet vendeve tona. Në realitet kohës fundit ndodh edhe sindromi me investimet në ato vendbanime që s'ka investuar deri tash, për shkak se siç e dini kryetari aktual ka 4 mandate, tash i mbaron mandati 4, domethënë 16 vite pushtet lokal. E pyetëm për këtë çështje para jush kishim këtu mysafir të ftuar, se a ndahet komuna Studeniçani në zona elektorale, pra keni investuar vetëm zona caktuara, por zoti Sadiku kishte me vete një libër të investimeve që kishte bërë në komunën e Studeniçanit dhe tha se secili fshat dhe secila pjesë e Studeniçanit ka ndryshuar për këtë periudhë 16 vjeçare që ai ka qeverisur. Atë libër, atë program zgjedhor që e ka, çdo 4 mandate të njëjtën e ka. Domethënë për shkak se vetëm premton, mirë po realizim nuk kemi. Njëjtë ndodh edhe me subjektin tjetër politik. Tash e kemi koalicionin AKI, në realitet BDI-ja, dhe ato kanë pasur pushtet lokal 2 mandate, mirë po edhe pushtet qendror 23 vite, mirë po problemet e njëjta janë trashëguar. Domethënë të njëjtat vinë me plan programe, nëpër emisione debative, dalin para popullatës, mirë po përsëri kemi njëjtat probleme paraqiten në ato plan programe. Domethënë plan programin për mandatin e 5 që ka kryetari aktual, pikat e para në ujë, pishëm, kanalizimet, ndriçimi rrugor, investime në infrastrukturën rrugore dhe shumë çështje tjera. Domethënë është një situatë ku vetëm se kalon shumë vite, mandatet kalojnë, mirë po nuk bëhet puna në vendbanimet tona. Domethënë ka nevojë për ndryshim, ka nevojë që popullata jonë Ju si banori Studeniçanit, a është Studeniçani i ngjajshëm sikur se ka qenë para 16 viteve? Apo ka ndryshuar diçka me 16 vite qeverisje të Azem Sadikut? Studeniçani ka ndryshuar, mirë po nuk është ai Studeniçan që mund të krahasohet vendbanime të tjera. Domethënë kemi ndryshime në momente vetëm sa të mirën votat, investohet shembull 3 vite gjysmë nuk funksionon, nuk punon në terren, edhe 6 muajt e fundit fillon me investime. A mendoni se 6 muaj janë të mjaftueshme për të bërë ndryshime ose për të finalizuar projekte? Nuk është e drejtë që qytetarit lihet 3 vite gjysmë pa investime dhe 6 muajt e fundit fillohet punohet në terren edhe të bëhet asfaltime disa rrugiceve dhe sindromi tjetër që është shtrimi pllakëzave të bekatonit ku a lëdon atë që të përfiton vota. Mirë po populli jon këto kushte nuk i don vetëm para zgjedhjeve, mirë po i kërkon që gjithë mandati pasi të premtohet të realizohen gjithë këto projekte. Dakor. Zoti Bislimi, tani do të kalojmë tek pjesa me që problemet ju vetë se konstatuat që ekzistojnë në komunën e Studeniçanit dhe natyrshëm ju me që garoni për herë të parë, programi juaj është i freskët dhe është i pa trashëguar më parë. Në këtë drejtim, cilat janë prioritetet tuaja kryesore në plan programin tuaj që kandidoni 2025-2029 nga për qenë kryetar komunën në Studeniçan? Çka keni ju prioritet në atë program? Si parë vetëm se e filluam çështën infrastrukturore, në ujin e pishëm, kanalizimet, pjesën e rrugës. A keni planifikuar edhe buxhet posaçëm për këtë çështje? Vetëm të theksoj se për momentin realizon disa projekte të qeverisë që për si vjet janë dalë shumë mbi 3 milion euro. Domethënë investime kapitale që Komuna e Studeniçanit nuk mend që këto mjetet të jepen për ndonjë qeveri më herët. Bëhet investime në pjesë të vendeve malore, siç është prej fshatit Ujë Kuq deri në Motel Kitka që asnjëherë më parë nuk kanë qenë mos të humbim kohë zoti Bislimi tek punë që po bëhen aktualisht, por neve na intereson programi juaj, sigurisht neve dhe publikut, posaçërisht banorëve të komunës së Studeniçanit ju intereson çfarë do të bëj Sedat Bislimi nëse do të vijë në krye të komunës. Cilat janë prioritetet tuaja? Vetëm Leoni ta mbaroj se këto projekte tash kanë nisur të punohen. Don vetëm kjo rruga është mbaruar, projektet tjera tash do të vazhdojnë pasi të mbarojnë këto zgjedhje. Po nuk e di ku do t'i atribuohen këto projekte që kanë filluar. Okej, edhe këto do të jenë plan programin tonë për shkak se si komunë edhe këto do të menaxhohen. Pastaj kemi investime që kanë të bënë me pjesën e tjetër që nuk është investuar. Shembull, kemi në Studeniçan rruga 1 dhe 2. Investime që janë bërë brenda 4 viteve, me asfaltime të reja komplet kanë dështu. Domethënë, është prish asfaltimi, do të bëhet
lidhja e re me ujësjellësin, pastaj kemi investime, ti themi zero kemi në Kolçan të Poshtëm, në Vërtekic, në fshatin Gaber, kohës fundit ka disa zhvillime, investime që bëhen, mirë po, gjithë shkjo është e pamjaftueshme. Kemi pastaj në plan programin ton, kemi edhe një hapje në një rrugë që shkon në fshatin Vërtekic, mirëmbajtja gjithë rrugëve që kemi në komunën tonë, problem serioz paraqitet edhe ndriçimi publik. Domethënë edhe pse qytetarët paguajnë taksat për ndriçimin publik, nuk ka në gjitha vendbanimet ose janë të lidhura, kemi funksionim mirë, po kur prishen pastaj gjatë kohë nuk rregullohen. Domethënë është një neglizhencë që nuk e meriton popullata. Pastaj kemi edhe krijimin e planeve urbanistike për zonat rurale dhe të fshatrave që njerë... Pra mungon plani urbanistik? Po, nuk kemi plan urbanistike në fshatin tonë. Kjo është një ndër çështjet prioritare që kemi në planin programin tonë dhe mendoj se kjo do të na ndihmojë shumë për krijimin e kushteve, për zhvillimin e ekonomisë, por edhe pjesës tjetër lidhur me ndërtimet e reja, po... Për sa kohë mendoni zoti Bislimi që këto projekte dhe këto plane tuaja mund të materializohen? Këto projekte janë bë si analistë faktikisht zhvillohen dhe të mbaron në mandatin që kemi planifikuar sipas programit, mandatin 4 vjeçar. Domethënë kemi mundësi për kraje prej qeverisë, për kraje do të kërkojmë edhe prej institucioneve tjera siç janë ambasadat e huaja, TIKA, ambasadat e Turqisë që kemi si partnere më e madhe në këtë pjesë, në komunën e Studeniçanit, për shkak se kemi lidhje edhe me atë pjesën familjare, më thonë edhe në Turqi, po edhe me ambasadën e Turqisë, dhe në këtë mënyrë, ne faktikisht si kryetar komune, nuk do të pres që vetëm prej një burimit kemi mjetet. Do të mundojmë maksimum që në gjitha aspektet sigurojmë mjetet dhe bëhen këto investime. Sa është transparente sot komune e Studeniçanit dhe çfarë keni premtuar ju në këtë drejtim? Komune e Studeniçanit është vetëm jemi në minutat e fundit zoti Bislimi, pra një ndër komunat më jo transparente, domethënë këtu e kemi qendrën ekonomike të analizave, ku faktikisht për vitin 2025 kemi dhëna se komuna është në fund nga aspekti i transparencës. Domethënë kemi edhe raport revizioni shtetëror para 4 vite që kryetari aktual me një tenderim publik ka bërë shkelje procedurës dhe ajo lëndësh në prokurori publike. Pastaj kemi 4 vite, domethënë ky mandati që shkoi nga kryetari aktual, asnjë institucion financiar i shtetit, enti shtetor i revizionit nuk ka bërë asnjë revizion. Domethënë kemi këtu një dobësi të madhe, një hapësirë boshe ku nuk kemi transparent lidhur me mënyrën se si janë realizuar projektet, buxheti si është realizuar dhe shumë çështje tjera. Në realitet edhe në faqen e komunës kemi ngecje lidhur me dhënat që janë faktikisht në atë faqe, por në realitet kemi vetëm buxhetin deri te buxheti i vitit 2023. Domethënë për buxhetin e vitit 2024 dhe 2025 nuk kemi dhëna. Domethënë këto janë çështje që me të vërtetë ne pasi ta marrim mandatin do të jemi transparent për popullit edhe çdo mjet financiar i shpenzuar do të publikohet dhe çdo shpenzim do të dihet nga ana e qytetarit se ku janë shpenzuar mjetet. Në këtë mënyrë minohet edhe hapësira dhe mundësia për keqpërdorim. Dakor, ne jemi vetëm në fund zoti Bislimi dhe me pak fjalë do të kisha pasur dëshirë dëgjoj prej jush që edhe qytetarët dëgjojnë qytetarët e Studeniçanit se pse duhet ju votojnë juve t'ju mbështesin dhe jo kundër kandidatët tuaj. Nëse mundet vetëm edhe 1 minutë shtesë nuk arritëm. Kemi çështje tjera siç është kemi planifikim ndërtimit qerdhës, shkollave të reja, mundësi që shkollat kenë mënyrë të investimit nëpërmjet modernizimit të procesit arsimor dhe shumë projekte tjera lidhur me pensionistët që kemi numër 970, pastaj përkrahas rinisë dhe sportit, investime në salla sportive dhe fusha sportive dhe në shumë fusha tjera që nuk arritëm ndoshta t'i cekim, siç është edhe transporti publik që është një problem shumë i madh, edhe problem që paraqitet jo vetëm se transportin publik, po edhe brenda fshatarëve Studeniçan, Batincë dhe Moron, ku ne do të realizojmë një projekt që nxënësit t'i transportojmë me autobus të posaçëm ose minibus deri te shkolla për shkak të largësisë që e kanë për vendbanimet e tyre. Do të kemi edhe investime. Aktualisht me çka shkojnë nxënësit në shkollë?
Në realitet, shkolla është shumë larkë në pjesën e lartë fshatit Studeniçan dhe një pjesë e madhe nxënësve shkojnë në këmbë, një pjesë prindërit e tyre ndajnë kohë edhe pse shumë e vështirë se janë në përpunë. Domethënë fare nuk ka transport. Nuk ka fare transport. Domethënë ka edhe shumë çështje që ndoshta nuk arritëm të flasim dhe ne gjithë këto projekte që kemi planifikuar plan programin tonë do të realizojmë në mandatin tonë, pasi të mirët mandati. Mirë, pyetja fundi kishte të bëjë me atë se pse duhet me votu juve dhe jo kundër kandidatët tuaj. Për shkak se ne i premtojmë popullit gjithë këto problemet që i kemi në komunën tonë do t'i zgjidhim. Domethënë duke filluar nga gjitha çështjet që i cekëm më herët, për shkak se në këtë mënyrë ne do ta zhvillojmë komunën tonë dhe nuk do të kemi ngecje siç e kemi pasur deri tani. Krahasimi është shumë i madh me komunat tjera, domethënë vetë qytetarit e shohim se me të vërtetë jemi shumë larg, edhe në këtë mënyrë me plan programin tonë që e kemi do të mundohemi maksimalisht të dalim ndihmë qytetarëve dhe të realizojmë gjithë këto projektet për shkak se qytetari jonë në komunën e Studeniçanit meriton një jetë dhe një funksionim të dinjitetshëm, sepse gjithë jemi tatim pagues të shtetit dhe ato investime duhet bëhen edhe në komunën e Studeniçanit. Dhe në shërbim të saj marrën shërbimin tuaj. Patjetër. Mirë zoti Bislimi, faleminderit për prezencën tuaj, ne ju urojmë suksese në garë. Ju faleminderit edhe juve për ftesën. Ndërkaq, me juve shikues të nderuar, shihemi deri në përballjen apo intervistat e radhës me kandidatët e komunave tjera, deri atëherë mirëmbëjtje.